Gjatë një operacioni policor, shërbimet e policisë kufitare të Rinasit në bashkëpunim me shërbimet e sigurisë në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit kanë kapur në flagrancë dhe arrestuar në dalje të Shqipërisë shtetasin shqiptar Halil Hysaj, 30 vjeç, rezident në Itali. Gjatë kontrollit të ushtruar në bagazhet e tij, përmes skanerit u gjetë u sekuestrua një armë zjarri pistolet me municion luftarak, e cila u administrua në cilësinë e provës materiale. Operacioni u zhvillua pas kontrolleve të shtuara të bazuara në analizën e riskut dhe në informacionet e inteligjencës policore të intensifikuara për qëllim parandalimin dhe goditjen e çdo palishmërie në pikën e kalimit kufitar. Sipas policisë, shërbimet e policisë kufitare në Rinas zvijojnë punën intensive për garantimin e lëvizjes së lirë të shtetasve dhe zbatimin rigoros të procedurave të kontrollit në kufi, me fokus parandalimin e trafikimit të armëve dhe veprimtarive të tjera kriminale. Ndërkohë, materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Tiranë për veprime të mëtejshme për veprën penale, trafikimi i armëve dhe i municionit luftarak.